Prej 3 ditësh aksi rrugor qafthore thedh vijon të jetë i bllokuar për shkak të rrezikut nga urtekët dhe kushtet e vështira atmosferike. Edhe gjatë kësaj të marte, udhëtimi drejt kësaj pike turistike është i pamundur për shkak të prezencës së urtekëve tek tunelet panoramike në pikën më të lartë të rrugës, në qafën e Thorës, 1700 metër mbi nivelin e detit. Sipas njoftimit të autoritetit rrugor shqiptar, firma e kontraktuar për mirëmbajtjen e segmentit ka kërkuar ndërhyrjen e policisë pasi disa drejtues mjetësh kanë tentuar të kalojnë pavarësisht rrezikshmërisë së lartë. ARSH bën me dije se rreth orës 8:30 një patrull policie ka mbërritur në zonë dhe po monitoron situatën, duke mos lejuar qarkullimin e automjeteve në drejtim të thethit. Autoritetet vijojnë të bëjnë thirrje qytetarëve të shmangin lëvizjet në këtë aks deri në njoftim të dytë për shkak të rrezikut serioz që paraqesin urtekët në zonat malore. Rreshtje dëbore ka patur edhe në aksin Hanihotit Dogana Vermosh, në lartësi mbi 1000 metër, trebor pastruese, po punojnë për hapje në rrugës, ndërsa këshillohet që qarkullimi të kryhet me goma dimrore, pasi rreshtjet vijojnë. Autoriteti rrugor shqiptar ka bërë me dije ndërkohë se qarkullimi vijon normalisht në segmentet e tjera rrugore, në terren vijon puna për pastrimin e rrugëve dhe shpërndarjen e kripës.